Adrian Mitrovasili është me mua tani në këndin e Premium Media si përfaqësues i ProTourNet Tour, në panajirin e turizmit organizuar nga Iceberg Exhibition. Kënaqësi të kemi. Është kënaqësi dhe për mua, faleminderit. Ju është viti i parë që bëni pjesë në këtë panajir, apo? Po, është viti i parë që marrim pjesë në panajir. Cilat janë përshtypjet e para dhe si e keni parë deri më tani? Mjaft interesant, është një vend ku ne zgjodhëm që të ishim pjesë dhe jemi shumë të kënaqur që e morëm këtë vendim. E kishim në një farë diskutimi deri në një moment caktuar, por jemi të lumtur që e morëm vendimin që të jemi prezent. Shikojmë që këtu ka mundësi dhe potencial të jashtëzakonshëm, jo vetëm për të njohur me bashkëpunëtorë dhe operatorë të tjerë të fushës, por edhe për të treguar shërbimet që ne ofrojmë në tregun e turizmit. Në fakt, panajire të këtij lloji duket sikur janë një takim i madh mes aktorësh të fushës, ku pa diskutim secili prej tyre zë një vend të rëndësishëm në industrinë e turizmit. Por çfarë përfaqëson ProTourNet? ProTourNet është një iniciativë e re. Ne faktikisht jemi një operator turistik, Albanian Odyssey, e cila ProTourNetin e ka futur si një marketplace shumë të nevojshëm për industrinë e turizmit në Shqipëri. Them që është një ide e re, është inovacion, sepse është një marketplace ku ne përpiqemi të sillim bashk operatorët turistik, guidat turistike, transportin e turizmit dhe ofrues të tjerë të shërbimeve të ndryshme në turizëm, për të vendosur bashkë në një hapësirë ku ata mund të gjejnë njëri tjetrin dhe të bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Është një mundësi e mirë sepse jo se këto nuk ekzistojnë tashmë, por nuk ekzistojnë në një mënyrë të thjeshtuar dhe të drejtë për drejtë, që faktikisht të gjithë aktorëve të turizmit ju kursen kohë, ju ofron një standard dhe një garanci për cilësi. Dhe si e keni parë deri më tani që të funksionojë kjo ide? Për sa kohë është në treg? Ideja ka më pak se një vit që funksionon, ka patur një po themi interes që vjen në rritje. Në fillim ndoshta ideja nuk u kuptua mirë nga operatorët e turizmit, nga aktorët e turizmit në përgjithësi, por sa më shumë që e njohin dhe e përdorin, aq më tepër e vlerësojnë dhe po shikojmë që edhe këtu në panajir kemi shumë njerëz që thonë, sa mirë, pse nuk e dini më përpara, kështu që kjo ka qenë një surprizë e këndshme edhe për ne. Duket në fakt se edhe me zhvillimin e teknologjisë dhe me përdorimin e smartphone-ve apo PC-ve në çdo hap të jetës tani më, është ngushtësisht e lidhur dhe me industrinë e turizmit. E me sa duket të tilla ndërthurje me njëra tjetrën sillin jo vetëm produktivitet, por duket sikur na afrojnë edhe pak më shumë me turistët e huaj, apo jo? Mua më vjen nuk di si t'i gjej fjalët e them. Unë jam një guid turistike para së gjithash, prej shumë vitesh nga guidat e para në Shqipëri. Jam shumë i lidhur me terrenin dhe me marrëdhëniet e drejtë për drejta me turistin, sepse ne i shoqërojmë ata në të gjithë Shqipërinë e kështu me radhë. Dhe për një moment të caktuar kohe, futja teknologjisë së re, veçanërisht teknologjisë e informacionit, inteligjencë artificiale, gjithë këto gjëra për mua ishte një lloj çudie, më duket pak si ndryshim shumë i madh, jo vetëm i paperceptueshëm, po nuk më bënte sens. Më duket sikur do humbiste ajo që është autentike, që është personale e kështu me radhë. Mirë, po shikoj me kalimin e kohës avash që kjo me pak zgjuarsi mund të kthehet në një avantazh shumë të madh, dobi shumë të madhe sepse realisht ndihmon. Shkurton punë, kursen kohë, automatizon disa procese që nuk ka nevojë të bëhen në rrugën më të gjatë të mundshme, por mund të thjeshtohen në këtë mënyrë. Dhe këtë po përpiqemi të bëjmë dhe ne me ProTourNetin, domethënë ta përdorim teknologjinë e informacionit, madje edhe inteligjencën artificiale për të thjeshtuar dhe për të krijuar këto shortcut-et, këto shkurtimet, po themi, apo thjeshtimet, që puna të jetë më efikase. Cilat janë disa nga aktivitetet që preferojnë më së shumti turistët? Kjo është një pyetje e madhe. Në Shqipëri neve i gjejmë të gjitha llojet e aktiviteteve, edhe pushimin në det, edhe udhëtimet në zonat natyrore, po themi në parqet kombëtare natyrore, edhe në histori dhe në kulturë, domethënë në udhëtimet në gjitha këto vende tregojnë interes të veçantë. Ka kategori të ndryshme njerëzish. Pa diskutim do të thosha që natyra e ndërthurur me kulturën, me atë që është ende autentike, që Shqipëria e ofron akoma, po themi mikpritja, zonat rurale që ende janë turistike, por jo të zhvilluara në ekstrem,
janë oferta më e mirë dhe më e pëlqyer nga turistët për momentin që flasim. Duke qenë se jeni në terren për shumë vitesh dhe i njihni shumë mirë turistin në vetvete si personazh, si ato që vjen dhe merr më të mirën e Shqipërisë. Si e keni parë ju të gjithë të ndryshim apo të gjithë këtë bujë të madhe që është për Shqipërisë në vitet e fundit, le të themi, për vëmendjen e shtuar që ka marrë? Ishte koha, ishte momenti, ishte PR-i që u vendos në lojë? Rritja e numrit të vizitorëve në Shqipëri ishte e pritshme. Për mua personalisht nuk është çudi. Sepse duke parë që turistët që na vinin para 5 vjetësh apo para edhe diçka më tepër përpara pandemisë, vinin në Shqipëri dhe largoheshin me përshtypje të jashtëzakonshme shumë të mira. Sigurisht që kjo do prodhonte një val, një efekt që më shumë njerëz do të vinin. Por edhe marketingu deri diku agresiv që është bërë, qoftë nga strukturat shtetërore, nga institucionet, qoftë nga aktorët e turizmit vetë, kështu me radhë, kanë prodhuar pikërisht të valin e rritur të numrit të turistëve. Megjithatë, mendoj që jemi në një moment ku duhet kemi shumë kujdes, sepse kjo vale mund ta kthehet në një tsunami, i cili në vend që të na ndihmojë do na mbys. Nëse nuk do të dinë ta menaxhojmë ashtu siç duhet. Duhen ruajtur standardet. Shqipëria tashmë nuk e ka më luksin që të funksionojë në turizëm pa ofruar standardet e nevojshme dhe të kërkuara, sepse nuk është më një vend për të eksploruar, nuk është më një vend kuriozitet, është bërë një destinacion turistik i cili duhet të ofrojë pikërisht profesionalizmin e kërkuar, standardet në mikpritje, standardet në turizëm, kjo është e domosdoshme. Përndryshe pastaj ne thjesht do të abuzojmë vendin tonë dhe do të shkatrojmë pikërisht atë që kemi ngritur me kaq mundet e tjerës. Cilat janë planet e Pronetit ProTourNetit në këtë sezon? Ne synojmë që në këtë vit turistik neve të arrijmë të bëhemi platforma go-to, themi ne në anglisht, po ku të gjithë aktorët e turizmit do të gjejnë pikërisht atë pikën e referimit. Uroj shumë suksese dhe punë sa më të mbarë. Faleminderit shumë. Dhe juve, gjithë mirat.